Nuk priste gjë tjetër veç asaj që i dhanë. Jem i nderuar nga vendimi i aleancës qelpsirave ndaj Sali Berishës. Ata të cilët kanë inkurajuar si ai incidentet më të rënda në parlament, përdorimin e kajishit, sharjet më brutale ndaj deputetëve të opozitës, tani na bëjnë virgjërit. Nuk pranon të ketë bërë faj që ai përdori ato fjalë në kuvent, pasi tha se tek qytetarët nuk duron dot. Ja kam kthye ato që qytetarët s'kan mundur ta bëjnë. Me këtë logjika i mbrojti dhe nderin e bashkëshortës së ministrit. Çfarë janë ta njerëzom? Të shau në atyre të paktën çfarë darke? Do t'i them Edi Rams, jo në gjinin e grave të familjes tënde, por ty personalisht do t'i mbash të gjitha këto për vete. Më pas kaloi te antarët e familjes së kryeministrit. I biri sipas tij pas ka një Euroloto së bashku me djemt Arta Dadës. Një rrjet i tërë makinerish, Lojra Shfati, që dominojnë në Vlorë dhe gjithësisht hapur në Tiranë dhe po përhapur me shpejtësi në gjithë Shqipërinë. Për të kaluar tek njerëzit e kryeministrit në media, njëkohësisht dhe tek aktualiteti, çështja e drogës. Tha se kishte edhe një tjetër informacion, të cilin nuk dihet kur do ta rrëfej. Nëpërmjet zëdhënë si ti, me një nri kull droge në media, i çoj 20.000 euro gazetarit për t'ia bllokuar raportazhet e lajmin. Dy fjalë për Gate Mahmutajn, jo për ta mbrojtur, por për të bërë diferencën. Absolutisht nuk ka fol kur me mua për faktin e vetëm, se ose s'ja kam njohur numrin, se unë gjithë ditën mbije telefon, kam një numër telefoni dhe i bie gjithë Shqipëria. Mu marrë edhe nga Burg, marrë nga gjitha anë. Por ju them një gjë, 10 herë, pa krahasueshëm me gatet, janë gatet në parlament. Për kë punonin? Baron të kokainës në fushkuqe, për ata që njoftuan të i largohet. Në Kosovë operacioni u krye, këtu dështoj. Po si ka mundësi që bëhet lista me 26 të kërkuar dhe nuk vihet asnjë nga kryetarët e klaneve, asnjë nga bost? E shë më shumë si operacion policie për të përmbushur një ndjenjë të vjetër hakmarrëse të Didit. Ky Didi, ky është hakmarrëse, se ky është majt penge, kanë marrë peng ata para 10 vitesh. Ndaj dhe të mos veproj me urrëtie. Po bëhet zhurmë dhe jo operacioni mirëfill sipas Berishës. Nuk ka sasi reale drogës së kapur dhe sipërfaqe të deklaruar të mbjellë me drogë. Këtu duhet qartësuar kjo. Po tani ajo ka plas në të gjitha zonat tjera me qindra e mos mira hektarë. Sa është Lazarati? Një 5.000 vend. Një policë për 5 persona. Unë jam dakord që kanë gjetur drogë në... Po të quash 8 thas drogë për 8 ton drogë, këto e marrëzira. Ndërsa policët i kanë lënë si mos më keq. Turpi atyre që prapa vis tyre, as u shpërndajnë ushqimin, as u shpërndajnë ujin si duhet. Është një operacion në prag të vendimit për statusin e Shqipërisë në BE, por Berisha thosë se zgjidhja e tij me masa kufizuese për Lazaratin dhe territoret e tjera funksionoi më mirë dhe Shqipëria nuk u penalizua për NATO-n dhe vizat. Sepse ka qenë politika ime për të mos të rryhë pik. Full stop. Çdo qeveri bën zgjedhjen e vet. Atë vetëm gjë. Një ndërhyrje sipas të gjitha rregullave. Dhe jo kaos. Dhe jo të informohen bost. Dhe jo të mos ndiqen bost e trafikut. Dhe jo të ushtrohet terror psikologjik mbi popullatën. Dhe jo të bëhen bastisje të një tipi të papranueshëm kur në një vend të lirë. Çdo qeveri bën zgjedhjen e vet. Zgjidhja ime ka funksionuar. Shqipëria i ka marrë të gjitha ato që do të mirëte. Dhe mos mendoni ju se nuk ka patur dialog. Duke deklaruar mbështetjen e Partisë Demokratike për luftën kundër drogës, kërkon respektimin e të drejtave të njerëzit. I moshojnë fort me që grupet e shoqërisë civile kanë zgjedhur të heshtin. Këto që përtistin përpara, këto janë kthyer në gene tani thotë, ti bie Lazarati. Avokati i popullit është avokati i vetvetes.